Ju si e parashikoni qoftë Partinë Demokratike dhe vetë Berishën, por edhe Edi Ramën në këto 4 vitet e ardhshme? Në burg. Me çfarë dosjesh? Plot janë dosjet, i ka bërë Byroja Kombëtare e Hetimit dosjet, gati janë, s'po i realizon akoma Spaku, s'po vepron Spaku. Spaku është bërë ngërç në dorë të Ramës tani. Ta mendoj mirë këtë që po bën, se do t'i përgjigjet, po do t'i përgjigjet keq, se do shkojë vetë ai kryetari i Spakut në Birus pastaj. Po që se nuk fillon arrestimet. Ishte dhënë urdhri. Ishte nga ata që e paguajnë, nga ata që e vendosën atë punë, ishte dhënë urdhri, kanë thënë fillo arrestimet. Ai se bën, për të zezë të tjerë ka. Ndërkohë ju e përmendët pak më parë që Partinë Demokratike ka gjasa që ta marrë në dorë pas Berishës e bia e tij Argita Maltezi. Sa gjasa ka që të ndodh një gjë e tillë që vetë Berisha ta lërë në një traditë familjare ecurinë e Partisë Demokratike? Të mos e ngatrojmë gjërat. Nuk thash ka gjasa. Vuri veshin asaj deklarate që bëra unë. Thash, para pak kohësh është pyetur zonja Berisha, zonja Argita Berisha dhe ishte thënë nëse babai juaj do jap dorëheqjen nga Partia Demokratike, ju do kandidoni për kryetare? Dhe ajo tha, po, do kandidoj që s'kej me të. Pra është dëshira e saj, jo ka gjasa, asnjë gjas nuk ka të bëhet ajo. Të bëhet ajo kryetare e Partisë Demokratike. Ta harroj. Ajo është vetë me dosje. Ajo i vllai Shkënxeni, Salihu janë me dosje o vllai, kapituj të tërë dhe mira faqe të krimeve që kanë bërë dhe të hajdullëqeve që kanë bërë. Nuk i shpëtojnë dot. Kot lodhe. Ndërkohë të rikthemi sërish te Edi Rama, sa gjasa ka që Edi Rama të goditet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo ky do të jetë një moment kur ai nuk do të jetë më kryeministër i vendit? Mbasi të marrë pushtetin ajo qeveria teknike, Edi Rama do arrestohet. Kështu është thënë deri tani, të shohim. Këtë e presim. Ndërkohë SPAK ditën e sotme së bashku me antimafian italiane kanë bërë të ditur se kanë zhvilluar një operacion kundër elementëve të krimit të organizuar, por edhe emrave të tjerë të botës së krimit, duke ekzekutuar 52 urdhër arreste të lëshuar nga gjykata e posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ju si e keni lexuar këtë operacion të SPAK-ut dhe a është ky operacion në nivelet e pritshmërive të asaj që kërkojnë vetë shqiptarët kundrejt SPAK-ut? Absolutisht jo. Këto janë arrestime që do t'i bënte prokuroria e zakonshme e çdo rrethi e çdo qyteti dhe s'ka asnjë lidhje me SPAK-un. SPAK-u zotërisë krijuar për të luftuar krimin dhe korrupsionin në sferat më të larta të qeverisë dhe të pushtetit. Nuk është ndërtuar për të marrë me halabak të tillë me hajdutë dhe me kriminal. Me këta merret tjetër kush. Merret ajo prokuroria e zakonshme për krime ordinere që kanë bërë, s'kan lidhje me SPAK-un. Jo zotëri, por këtë e reklamon ndoshta ose do ta përdori SPAK-u për të thënë që ja ne po punojmë. Atë s'na hedh dot hi syve. SPAK-u ta arrestoi në ministrat, zëvendësministrat e korruptuar, përfshi kryeministrin e korruptuar. Këtë të bëj SPAK-u. Jo të merret me hajdut të drogës edhe me trafikantë të drogës. Nuk janë ata rreziku themelor në Shqipëri. Rreziku themelor është autokracia e këtij që kërkon të bëhet mbret. Si mendoni, cilët janë ata emra të fuqishëm, kryesisht në radhët e mazhorancës së kryeministit Edi Rama, që SPAK do duhet të piketojë për t'i dërguar para drejtësisë? Po gjysma e qeverisë ka vajtur brenda atij. Tani pritet Belinda Balluku, ku diun ka tjetër atje se këta ai ndron për ditë. Pra qeveria e tij duhet shkojnë brenda në burg sepse po vjedhin për ditë. Dhe vazhdojnë dhe sot të vjedhin. Vjedhin dhe mashtrojnë dhe gënjejnë. Na nxorën dhe teorinë tani do vi ai dhëndër Trumpit thonë që ble Shazani. Me fjalë të tjera, me që Trumpi, presidenti amerikan, ka dhe një qenë dhe një maç, duhet i respektojmë ata se janë të Trumpit. Jo do të këta janë mashtrues. Nuk ka gënjeshtarë si këta. Dhëndër Trumpit as ka ardhur, as do vi më në Shqipëri asnjëherë. Dhe ta harroj Shazanin, dhëndër Trumpit edhe kushdo tjetër. S'kan punë që këta të përgojojnë presidentin e Amerikës duke përdorur dhëndërin e tij. Po me këtë gjë këta i shtojnë zhullumet vetes, rëndojnë
dosjen e shpifjeve dhe të akuzave dhe të propagandës që bëjnë në dëm të interesave qoftë amerikane qoftë shqiptare. A mund ta blej influencën politike Edi Rama përmes dhënjes së Sazanit dhe Zvërnecit pikërisht dhëndrit të Donald Trump? Kujt ja? Kujt dhëndër të Donald Trump? Ç'ta i dhëndëm? Po pse s'vjen në Shqipëri këta thanë që do vi? Jo, kishte vetëm një komunikim online. Ishte vetëm një mashtrim, një gënjeshtër e radhës e propagandës social komuniste të Edi Ramës edhe të Sali Berishës. Kanë kohë që po ushqejnë popullin me mashtrime, me gënjeshtra. Do i ketë non grata, është hequr non grata, ka ardhur Civitaja, ka ardhur Dreqi Mexhbirin. Jo, zotëri, jo. Edhe tani reklamojnë atë deklaratën e atij Evropës, atij Gonzalos, që ta jam martuar me një burrë apo jam i ndershëm. Të tillë fëlliqësira na sjell Europa neve për të drejtuar e për të marrë Shqipërinë për ta futur në Evropë. Jo zotëri, ne në Evropë jemi. Dhe nuk kemi nevojë për këta perversa që vinë aty dhe na tregojnë dhe perversitetin për moral. Nga ana tjetër ka raportime në media se sa i përket operacionit të SPAK-ut, flet arrestet janë prerë që në muajin shkurt, por SPAK i ka ekzekutuar ato pas zgjedhjeve, sepse sipas pretendimeve të opozitës, Edi Rama i ka përdorur elementet kriminal që ka arrestuar SPAK-u për të vjedhur zgjedhjet. Ju sa e besoni gjë të tillë dhe sa mund të qëndrojë një gjë e tillë nga pretendimet e opozitës dhe si mund të jetë përdorur SPAK-u në këtë rast për të manipuluar zgjedhjet? Njëherë SPAK-u deri tani se kanë përdorur dot për të manipuluar zgjedhjet. Që të jemi të qartë. E dyta, opozita tani për të justifikuar mbajtjen e kufomës politike që quhet Sali Berisha në krye, do të thotë lloj gjëra që do shpik lloj historira që prallash. Qofse opozita nuk largon Sali Berishën nga kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha do jetë gjithnjë në fund karrocerisë, se llogarit njëri për të gjallë fare. Zoti Islami, nisu nga optika juaj si avokat, si e cilësoni sistemin e drejtësisë, kryesisht sistemin gjyqësor në rrethe, i cili ka shfaqur anomali të shumta, duhet thënë, dhe ka pasur ankesa të shumta nga qytetarët? Është i sigurt për vdekje, lëngon sistemi i drejtësisë, zotëri. Nuk ka drejtësi. Vjen, urdhon, sot po e kam këtu, urdhëron. Jo më larg se sot, më vjen një vendim i marrë në mungesë nga gjykata e Tiranës për një ngjarje që ka ndodhur para 25 vjetësh. Dhe dalin tani dhe i thonë, shiko se ti atëherë ke bërë këtë krim, ke vrarë një njeri e do paguash 200 milion lek dëmshpërblim. Në një kohë që s'ka as të vdekur, as plagosur rënd, as paraplegjik, as tetraplegjik, as një gjë. Kjo është drejtësia. Kështu i bëjnë gjyqet. Prandaj unë gjithnjë i denoncoj veprimet e drejtësisë. Edhe kryesisht avokatëve mirë thash, mirë, nuk jam jashtë, brenda jam dhe me avokatë, po kryesisht të prokurorëve. Ata i bëjnë të tëra pislëqet në drejtësi.